Donald Trump i Shqipërisë që financon vetë fushatën e tij. Jemi të mbledhur për paratë e agronsherit. Atëherë, sipas të dhënave të Metës, ju pas keni harxhuar shumë para për të bërë sponsorizime të postimeve tuaja në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram. Njeriu që ka shpenzuar më shumë nga janari, 23 janar deri në 22 prill është Agron Shehaj, lideri i Partisë Kombësia, me gati $26.000 për rrugulla Kos. Është afër, punë $3 është. E kuptoj. Nëse e kanë zgjerë Meta absolutisht. Pse është kaq një çudi kaq e madhe të harxhosh €26.000 në mënyrë transparente, para të bëra në mënyrë të ndershme. Unë nuk do çuditesha për €26.000. Kemi një parti politike, të harxhosh €26.000. Është një vlerë që mund të duket shumë, është shumë serioze fakti që ne si parti e re harxhojmë €26.000. Dakord, dhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike harxojnë €0. Sepse kjo është mënyra më transparente, këtu nuk të lejon Meta që ta fshesh. Nuk mund të harxhosh 1 milion e të shënosh 10.000. Meta të thuaj në mes. Dhe ne s'kemi asnjë siklet nga kjo anë. Shikoni takimet që ne bëjmë. Po të shkosh mjetet që ne përdorim. Ne harxojmë më pak, unë bëj luftë brenda partisë se duan kranin që të dali pamja. Dakord, se thotë edhe ai tjetri riu e ka Agron, ne s'mund të marrim kranin, dhe unë them jo, nuk mund ta marrim. Ka parti të tjera, të reja, që harxojnë më shumë se ne dhe gënjejnë opinionin publik, duke thënë, jo, po ne me mbështetje të vogla. Dhe këtë e dim shumë mirë. Në debatin me Hillary Clinton unë tha, ndryshe nga kjo, unë e financoj vetë fushatën. Donald Trump i Shqipërisë që financon vetë fushatën e tij.